diçka për të lehtësuar, për të zgjidhur çdo mungesë dhe çdo problem që ato kanë. Se fëmijët e tyre do kenë 200 euro minimum jetik. Se qeveria për ato do bëjë gjithçka për suksesin e bizneseve të tyre. Miqtë e mi, tek flasim për familjen, është shumë e qartë se zemra e saj, se epiqendra e saj është nëna, është gruaja, është motra, është vajza shqiptare. Na edhe ne zotohemi këtu para jush, se me vendospërinë më të madhe do të luftojmë së bashku me ju, të rrëzojmë murin e patriarkisë, të dhunues, të verbër, të drejtave të njeriut, këtë mur që mban gjallë diferencat midis nënës dhe babait, midis motrës dhe vllaut, midis burrit dhe gruas, midis vajzës dhe djalit. I garantoj gratë dhe vajzat se do bëhet gjithçka për suksesin e tyre, se bizneset e tyre do mbështesen me linja të veçanta, se ato që quhen shtëpiake do shpërblehen për punën e tyre, për punën që bëjnë.